Kanceri i gjirit ka shënuar rritje nga viti në vit. 224 gra humbën jetën nga kanceri gjatë vitit të kaluar, ndërsa u regjistruan 805 raste të reja. Për vitin 2024, bazuar në regjistrin kombëtar të kancerit, janë diagnostikuar 805 raste të reja me kancer të gjirit. Është një incidencë që gjatë 10 vjeçarit të fundit ka ardhur gradualisht në rritje dhe është rritur mesatarisht me 2.1% çdo vit. Në fakt, kjo dhe fal ndërgjegjësimit të popullatës, vdekshmëria është pothuajse stacionare, madje gjatë 10 viteve të fundit vërehet një rënje e lehtë e nivelit të vdekjeve nga kanceri i gjirit nga viti 2015 deri në vitin 2024. Në vitin 2024 ka ndruar jetë 224 gra nga kanceri i gjirit. Drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik, Dorina Toçi, thotë se fatmirësisht vitet e fundit të shënuar një rënje e incidencës së kancerit të gjirit tek moshat e reja. Nuk kemi rritje të moshave të kancerit të gjirit tek moshat e reja. Madje kemi një ulje të lehtë të incidencës së kancerit tek moshat nën 50 vjeç dhe rreziku rritet me moshën. Grup mosha që është më e rrezikuar për kancerin e gjirit është grup mosha 50-70 vjeç. Nëpërmjet mamografive depistuese, të cilat kryen në të gjitha spitalet rajonale të vendit, gratë mund të parandalojnë në faza të hershme kancerin e gjirit. Mamografia është një shërbim që ofrohet falas për të gjitha gratë. Gratë mund ta marrin këtë shërbim në spitalet rajonale të vendit, në poliklinika dhe në Tiranë, pranë poliklinikës qendrore, në maternitetin Mbretëresha Geraldin dhe në spitalin qendrën spitalore universitare Nën Teresa. Kanceri i gjirit mbetet shkaku kryesor i vdekjeve të gratë dhe më i shpeshti që diagnostikohet në mbar botën, por ndërgjegjësimi dhe kontrolli i hershëm mund të shpëtojnë jetë.